أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Vazhdim Allahut dënë me të regu se edhe këtë dënja, edhe këtë dënja është me ka dërtë Zotit, gjeneti me ka dërtë Allahut, po dënjaja me ka dërtë Allahut. Dhe se çdo gjë që atë godet këtë dënja, dije se është ka dërë për të madhët Allah. Andaj, nëse është i keq për ty, bë sabër, nëse është i mirë për ty, bënë falenderus. E thëtë Allahu, تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Nuk ndodh asnjë fatkeqësi musibet në tokë e as në veten tuaj o ju njerëz, e që të mos të jetë e shënuar në libër, e që të mos jetë e shënuar në libër para se të ndodh ajo. Inna dhalike ala Allah yasir, vërtet një gjë e tillë për Allahun është e lehtë. Nuk ka musibet, të populli na ka ndodhur një musibet, një bela, një fatkeqësi. Në tokë, tërmetësh, shira të tepërta, dëmtimi i bereqeteve, çka do të qoftë në tokë që ndodhë, dame që ndodhën, ose juve ju njerëz, atje pakohet bereqeti, atje bjen shishëm, atje nxe dielli tepër, atje prova, fatkeqësi që i quan njerëz të dunjas, ose juve ju njerëz. Humbje pasurise, humbje shëndetit, të dëmtimi shëndetit, të humbje të afërmit, e tjere që i quan njerëzit musibete, belan vetveten e tyne. Krejtu për thëtë Allahu Tebareke wa Ta'ala, janë të shënuara fi kitab, në një liber, e që është lauhi mahfudh, min qabli an nabra'aha, madje, këto janë të shënuara para se me i kryue njerëzit edhe krejt këto krijesa, apo para se me ndodhë dhe e ndodhi. Pra, çdo dyqen ka shkruar te madhi Allah. Musibetet, i ka cekur musibetet, që ka thonë Imam Ibn Abasi, radiallahu anhu, ka cek musibetet, belat, fatkeqësit, sepse janë njëra shumë ndihshëm e to, ndaj tyne. Janë prekshme të insani, shumë prekin insani. E që janë një pjesë e ndodhive që goditin insanin. Përdryshe, këto futen punë të mira, punë të këqija. Krejt që godasin insanit, të mira dhe të këqijat. Bardha dhe zezat, të këndshmet dhe të pakëndshmet. Krejt janë prej Allah. Kur Ibn Kathir, Allah pas më shëru, të kjo ajet koranor, thot dhe kjo ajet është për ajeteve më të forta kundër kaderive të cilët e mohojnë kaderin. Kundër kaderive të cilët e mohojnë kaderin. Dhe thonë se Allah nuk i shkruan gjërat.
Po njeriu I bën vetvetiu tani merr veç Zoti. E që po kështu kanë thënë edhe Mu'tazilit. E po kështu kanë thënë edhe Shiat Rafidi. Dhe po kështu kanë thënë në pjesë e Khawarijve. Krejta futen në grupin e kaderive që janë të devijuar në besimin e kader. Çfarë po kupton për këtë ajeti? Nuk ka musibet në tokë, fatkeqësi, në vetën tuaj, e thënë kamen, e thënë kryt, dhe vdesja afërmi, familjare, vrasjet, rajet, belat, që insani quan fatkeqësi, krejt tu dhe krejt që kanë domadje në gjësi, janë të shënuara, fi kitab, një liber, e që është Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, para se më ndodhë ato, madje para se më kriju insanin. Puna e kaderit është çështje s'ka ishmerisht, jo shumë, po s'ka ishmerisht, ekstrem, e rëndësishme për ta kuptuar. A robi, shumë njerëz, musliman gjithmonë flasë, qalojnë besimin kader. Dhe nëse ndonjë fatkeqësi dhe të thu, ku Zoti pas ka shkruar? Që ka shkruar Zoti me vrani njerin? Që ka shkruar Zoti me thy kryte? Që ka shkruar Zoti atje më bëu këtu dome këtë fatkeqësi? Kjo ajet çfarë thot? Kjo ajet çfarë thot? Apo thot se nuk ka musibet, fatkeqësi, të panumërt ato fatkeqësi, numëroj të rënd, që ndodhin tokë, apo vetën tonë ju quajojnë njerëz, e që nuk janë të shënuara, të caktuara, janë kader, para se me ndodhë ato, para se me krijuar njerëzit, se shka thonë Allah I madhruar në hadith Sahih Muslim, kataba Allah maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana. Allah I ka shënuar kaderët, ndodhit el-khalq të krijesave, el-khalaqet krijesave, para se ta krijoj qiell dhe tokën 50,000 vite, hadith është Muslim. Me qadir el-khalq, kaderët, khajrihi wa sharrihi, hajrin dhe sherrin. Sherrin në sytë tu, në sytë tu, se zorit të sherr nuk ban, në sytë tu. Kështu që ndodhin me lejen e Allahut, sebeb bëhet insan. E lyp të keqen, e gjen. Por nga një herë e gjen e keqa, pa e lyp heq. Heq pa e lyp e gjen e keqa. Rrugës të shku, vjen një automobil dhe shkel. Ku e lypit keqen kë? Ku e lypit keqen kë? Këtë duhet në punë vetë me shku njeriu. Anë gjamia, në puna, në drega, në shku dikun, në vend hajri, punë të mirë, e ngrehi taksirati, edhe ju thikame, kryte, e myti krejti. Nuk e lypi. E herpe Zotit, tamam, papap. Kështë pas ka pas shkru Allah, ka një urtësi pse. E lyp, belan, e gjen. Pasën e gjen, pa kader, e gjen. Pra, kjo ajet është pa jetëve më të qarta. Se belatjen, ka dëmrana kaderët Allah, to ju njerëz. Por kjo nuk do të thëtë që Zotë ishte njerëz me vrat dikene, me mytë dikene. Do të kuptojmë një punën e kaderët. Për ata kemi të sekë më shumë se një herë, po s'prish punë shpejtësime për serit, se fazat e kaderët janë 4, apo shkallët e kaderët janë 4, për me kuptu mirë kaderën. E këmë thonë, bani mendë më se harrëni. Bani mendë më se harrën dherë dhe vdesnin, dashme qenë të qetin kader. Ilmullahi e sabik, dhja Zotit e hershme. E ka dita se ka ditë Zotit që filani ka me thikame, ka me në kryte, ka me deka, ka me tjirë. E ka dita se ka ditë. Ta musliman dënja thëmë po mërë ka ditë Zotit. Për pas një pjesë e fraksionëve kaderive dhe tjerë, thënë ata s'po mërëna me ta, për ehli sënjet e gjemati, me sahabët, me tabin, me 14 mëdhebet, me nëzanset e tyne, krejt partët më ramët,
Që shte besojnë kaderin. Se çdo gjë që ka ndodh me kader të Allahut, me caktim të Allahut. Por kjo nuk ndërlidhet, pastaj patjetër, jo njeriu shpërblet nuk shpërblet, o çështje tjetër ajo. Ajo çështje tjetër e ka lypa se ka lypa, mos e përzi ato. Në herë ndodhi si ndodhi kuptoje. Pra faza e parë ka ditë se ka ditë Zoti ju njerëz. Po që se ka ditë Zoti la ilaha illallah. Po mos me ditë Zotit, atëherë nuk qenë ka i gjithdijshëm ai. Nëse se ka ditë, e tash po e din, pra pas ka qenë i mëngët në diçka. A guxon robi ta përshkruaj Allahun se është i mëngët në një cilësi, eudhu billah, hashahu. Pra e ka ditë, ilmu sabik dhja hershme. Shkalla dytë, el kitabetu shënimi i dijes Zotit për ndodhit e rabëve. Pra Zotit ka ditë se në filan datën, filan ditën, në këtë orën, këtë vendën, këtë kohë, me shije, pa shije, me ere, pa ere, krejt këna me kanë qëtën qëtë kohë. Tani qa bje ke kodrështim, ku që ka këtu diçka të pacartë. E ka ditë o muslimën po, që të Zotit ka shënuar, që të hadme shadishe të cekë më herët i ka shënuar, caktimet, kaderët e krijesave ti. Pra e ka shënuar se ne këna më mbledhur filan gjamin, e cilat që vë gjamia kështu, në këtë kohë, këna me spjegu këta jetë edhe kështu. E ka ditë më dhe Zot, dhe i ka shënuar. Faza e dytë. Faza e tretë, vullneti Allahut, el irade, vullneti, e që është dëshira vullneti, mund do diçka pa dashtë Zotin këtë dynja, o ma të shaune illa e jesha Allah, nuk mundi me dashtë ju pa dashtë Allahu. Po s'mon është me dashtë diçka pa dashtë Zoti, s'mon është me bërë diçka pa dhënë leje Zoti. S'mundesh. S'ka mundësi, që bën robi pa leje Zoti, çka mund bën? Jo robi, pas një krijes, as dielli, as hanë, as qielli, as deti, as një krijes të këtë gjithësi, nuk mund të bëj as lëvizjen më të vogël. S'ka fuqi, pa lejen Allahut i që bie pa vullnetin e Zotit. Por vullneti i Zotit ndahet në dy pjesë. Irade qaderije, kaunije dhe irade shar'ije. Vullneti shariatik dhe vullneti natyror. Vullneti natyror përfshin krejt veprimet e njerëzve të mira dhe të këqija. S'mundesh me bo sherr pa të dhënë Zoti leje. S'mundesh me bo hajër pa dhënë Zoti leje. S'mundesh me hinë xhami pa dhënë Zoti leje. S'mundesh me shku në përfaqe të zeza atje pa dhënë Zoti leje. S'mundesh. Është i përgjithshëm. Kader shar'i, pra kaderi natyror, nuk kushtëzohet me qenë Zoti i kënaqur me veprën tënde. Ja, tep leje. Ani, e për lypa, për dënë, ani, për të më dollë desha, del mare, del, kryec, del. Së më përnë kërgjë, pa të thonë Zotë, për du me dollë me rej njerëz mi vra, del. Në të vash le Zotë, të vërët, mësë vash le të gjumë, bam, pa e nuk des, sepse se ka shku me dek për teje. Pa nuk dhe thë që është i knaqëm. Kaderi natyror nuk është i kushtuar me kënaqësinë e Zotit. Kader shariatik po. Për ata quhet kader shar'i, irade shar'ie. Kader shariatik, Zoti të ple edhe shpërblen, se kënaqet me ty. Sikur ne që vina këtu në xhami. Pa le Zoti se vimna. Ai ne pleje me ardh në xhami, me fal namazin dhe na shpërblen i madh Zot. Edhe të pleje, ta mundson edhe shpërblen i madh Zot. Te bareke ve taala. Sepse është i kënaqur me këtë veprim. Është i kënaqur me këtë veprim. Me atë nuk është i kënaqur patjetër. Mund të jetë i kënaqur, mund të mos jetë i kënaqur. Amo asa zbohet pa lejen e Allahut, as që zbohet pa lejen e Zotit. As gjë zbohet pa lejen e Zotit. O ju njerëz. Andaj mos të ngërthim, me ngërthy gjanat me thonë, Zoti nuk thot me myt dikant. Çfarë do të më thotë me të? Ti vesh sa do të më thonë, që ti nuk merr vesh sen kader. Të thojë burrë shpjegama se më ka pështill, s'po marr vesh. Ti vesh nuk merr. S'merr vesh kader. Ashtë ke po 50 vjet, 60 vjet në kader vesh nuk merr. Kuptoj që është në kader.
Allahu po thot shumë qartë, nuk ka bela musibet që ju godet në tokë që ndodh, apo në vetveten tuaj, e që nuk është e shënuar në kitab, në liber, në klapa Lauhul Mahfudh, para se ta krijoj njerëzimin dhe këtë gjithësi krejt. Inna dhalika alallahi yasir, dhe faza 4, krijimi vepra Allahu krijon, kërkush nuk krijet pas Allahut te bareke ve taala arrat të ceke. Pra shkallët kaderit, dija e hershme e Zotit, shënimi kaderit, vullneti i Zotit, dhe në fund krijimi veprave. Allah thot në fund të ajetit, inna dhalika alallahi yasir. Kjo për Zotin është e lehtë. Kush është e lehtë për Zotin? Imagjina. Sa ndodhi mbrana minutës në këtë gjithësi. Sa ndodhi, ka kush që kupton, që numëron, që përmbledh, po mbrana ditës. Sa ndodhi. Është diçka e pakapshme për trupin, për trunin e njeriut. E pakapshme për trupin e njeriut, të njëjtën kohë, me ditë, se krejt që ka bëtë të këtë gjithësi, dhe asnjë veprim, asnjë leoma të skutu mi warakatin illa ya'lamuha, dhe asnjë gjethe nuk mund të bije poshtë. Dhe asnjë ndodhje sa dhe vogël në këtë gjithësi, e që mos ta di Zoti dhe mos kalon për këtë fazat kaderit. Çfarë komplikimi? O Zot, për kanë komplikim? Për ty e për mu, po, e për Allah, për atë Allah, inna dhalike, ala Allahi yasir. Kjo për Zotin është e lehtë, sa se ke heq. Kësë kur që për Zotin? Të bareke ve taala. Shumë e lehtë. Ja, kështë Zotin jo, na shaf. Kjo është shumë e lehtë. Na lutëm këtë Zotin dhe nuk dëshojmë që na shaf. Ata atje në anën tjetër botës e lutin Allah, nuk dëshojmë që i shaf. Na këtë tutëm e bo keq, e nuk dëshojmë që na shaf. Po ata atje në anën tjetër botës, nuk zënë bo keq, se në sigur të Zotit i shaf. Na lëvizet punët tona, i bëne me lejen e Zotit, me vëzhgimin e Zotit, ata atje ti të ngjatje. Megjithatë, pra për Zotin një gjë e tillë është shumë e lehtë. Te bareke ve taala. Thot Allahu në vazhdim. Likej la ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ashtu që mos të dëshpëroheni tepër për atë që ju ka kaluar. E as mos të gëzoheni tepër për atë që ju ka dhënë. Allahu nuk e do asnjë arrogant që u lavdrohet, krenohet para të tjerëve. Pra Allahu po thot: o ju njerëz, asgjë nuk mund t'ju godas këtë dynja pa lejen e Zotit, pa ditë Zotit, pa shënuar Allah, pa vullnet Allahut. O ju njerëz. Andaj, çdo gjë që ka me kader. Dhe si rrjedhoj, këtë pjavë të rëgojmë juve, njerëzve, në mënyrë që ju mos të dëshpëroheni kur t'ju ikë diçka ku për mu, e më mërzit, e më dëshpëru, pse se morra, pse se po ta rësk, pse se po ta kësmet, pse se punua ma shumë, pse. O, sa kanë për ty, e sa kanë rëski yti, vallahi, rëskin e huj, nuk më në mërte, je vështi, për dynja e më që më me ta pru, të s'te ke marë. E sa bukur thëtë Allah Azza wa Jall, në mënyrë që jo, pra po atë regojmë këto ju njerëz, se çdo gjë të Zotit është me kader, me caktim, në mënyrë që juve, nësi ju ikit diçka, që ju ja u kona, mos të mërziteni shumë, mos të dëshpëroheni shumë, wala tafrahu bima ataakum, po të njëjtën kohë kur ju jep Zoti tash diçka, mos e teprani me gëzim. Atje mos e teprani me dëshpërim, këtu mos e teprani me gëzim. Po gjone mesatare. E kërmetu Allah pas më shëruar, ka thonë, është e natyrshme që robi të dëshpërohet të mërzitet kur i ikë një mirë, dhe të gëzohet kur i vjen një mirë. Por, nuk ka synimi këto por synimi është, edhe se duhet dhe prej robi,
kur ti ikë ndonjë keqe e pajis vetë vetën me sabër, e stimulon me sabër, e gjon vendin, me të sabër atje. Po kur e ka dënë ndonjë mirë, ti e pret atë, e pret me shukër, falënderim. Belan e pret, humbjen, dëshpëri, humbjen, dësfatën apo humbjen ndonjë, apo mos realizimin ndonjë projekt, ndonjë qëllimi, e pret me sabër, me durim, ndërsa të mirat i pret me falënderim. Dhe kjo është ajo peshoja që e manë robi. E manë robin stabil. S'ka ka shkru, s'ka ka në jonja, se pas ka caktu Allah, s'ka ka në rrës, s'ka ju njerës, andaj mësë dëshpëra. Po dështoj një herë dhe të 15 herë, sabër, gjejmë bështetjen të sabri. Sabër se qëto ka venin sabri. Qëto ka venin sabri, për qa sabri? Për qësa rastë sabri. Në anën tjetër, kur gëdasin të mirat, priti ato me shukër, me falënderim ndaj të madhit Allah. Tamam? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. E dijeni se Allahu nuk e dan ata që krenohen burrën për atyre. I hin veçan hoj, a qaluarin ton. Veçan hoj. Më të rrit menja. Me pas vetë pëlqim për të mira që ki. Që kë ara keq. Sepse kë nuk i pret mirat e Zotit me falënderim. O Zot, elhamdulillah, ti ke qëtë mirat Allah. Ty shtam më herët, fillim atje, thëtë e kam bo. Këtë veti alen i shkrit. Këtë veti alen. Sepse e ka haur dënjaja, e ka fshit dënjaja. Ka hi vetë janë hojktina. Këte më shtrejt dënjaja atje që të cek më herët. Për ndryshe robit dhe vatë shumë, edhe dënjan mi adhan krejt, po edhe mëret me botë të dënjas, është i njëtir më dësti, sikur se kur kanë atër kur s'ka pas buk që me humër për mftushma, për ka humër buk me gjisa, për buk thatë. është i njëjtin më dësti. Vetëm se që ai shtohet falënderimin ndaj Zotit hala më shumë. Dhe shtohet frika ndaj Allahut sepse ka përgjegjësi hala më shumë. Pra, mos të krenani para njerëzve, unë kam. Nuk i dën Allahu ata njerëzve. Dhe ajetin vazhdimi fundit, alladhina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil-bukhli wa ma yatawalla fa inna Allaha huwa al-ghaniyyu al-hamid. Që tregohet koprac, dhe për kopraci porositë të tjerët, njerëz të tjerë. Kushdo që nuk ja veshin kësaj, le ta di se Allahu është i pasur dhe i lavdishëm. Pra, Allahu nuk i dën ata njerëz të cilëve u jep pasuni dhe në vend se ta falenderojnë Allahun, ata e rritin mendjen, bëhen mendje mëdhej, i nënçmojnë të tjerët, duke lavdru para të tjerëve se unë kam, të i nënçmu ata, këtë të ngrit veten, të i nënçmu të tjerët. Dhe jo vetëm kaq, por kur kërkohet për tina me dhanë, e Allah kërkon, ta kërkon një pjesë pasionistane që ta ka dhanë, kur kërkohet për tina me dhanë, je bëkhalun, janë duar shtrënguar, nuk jepen, dhe jo vetëm kaq, por edhe ndalojnë të tjerët mos me dhanë. E kanë këtë cilësi të ligë, madje edhe nxisin për këtë cilësi të ligë. Të mira është e ka dhanë Allah. Të kujt janë o i shkret të Zotit. Kujt e atribohet merita për të mira është e ka dhanë Allahut. Allahu e kemi cek më herët, u a kalën trashëgimi juve pasurin. Ndorë, shfrytëzoni atë, por mëse harroni hakun e Allahut dhe hakun e muslimanëve poshtë. Këtë çka ndodh, çka vepron, çka ndodh me të? Ky e harron hakun e Allahut. Duar shtrënguar, koprac, madje edhe nxit për kopraci i rruna Zot. Wa ma yatawalla, ai cili kthen shpinën e kësaj të këshillave të Allahut, për me dhanë, të këshillave të Allahut që është më gjitën kaderë, të këshillat të Allahut që me qenë rrëf falenderues, kur të Zotit të mira,
dhe me shpërndat mirat Allahut, me dha njerëzit mirat Zotit, pet mirat që ka dhënë Allahut te bareke ve taala, po edhe që ja kthen shpinën edhe imanit Allahut, dhe s'do mëni për Zotin heq, as për farzat e Allahut, as për dinin e Allahut azza wa jall, këtë mëni veç për dynja, dhe me mujt edhe këtë tjerë jamër dynjan, le ta din kë, le ta din fe inna Allah gani huwa al-ghaniyu al-hamid, le ta din se Zotin nuk ka nevojë për pasurinë e tij na heq. Zotin nuk është nevojli për pasurinë e tij. Nuk është nevojli për asnjë krijesë në këtë gjithësi. Çfarë Zotin zor për ne apo për këndë tjetër. Huwa al-ghani është i pasur. Tebareke ve taala el-hamid el-mahmud el-hamid i lavdruar apo i lavdishëm, i cili lavdrohet, madhrohet dhe meriton të madhrohet. Tebareke ve taala. Allah na bëj për Rabb falënderues, mirënjohës, ja Rabbel Alemin, e besimtarët e sinqert, e kurses e mohus të mirave të Allahut, e arrogante të mirave të Zotit, Allahu na ruajt, ja Rabbi, Allah e di më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.